Tregu i karburanteve në Shqipëri po përballet me çmimet më të larta në rajon, ku 1 litër naftë tregtohet mesatarisht me 214 lek, ose rreth 2.2 euro, duke lënë pas fqinjet si Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi me një diferencë prej 25% deri në 40%. Kjo krizë çmimesh shpjegohet kryesisht me barrën e lartë fiskale, që peshon mbi konsumatorin shqiptar, i cili paguan rreth 1.16 euro taksa për çdo litër, shifër kjo që përbën mbi 50% të çmimit final dhe është 2 herë më e lartë se në vendet e tjera të Ballkanit. Ndryshe nga rajoni, struktura e çmimit në Shqipëri rëndohet nga taksa e qarkullimit prej 27 lekësh, akciza fikse dhe taksa e karbonit, mbi të cilat llogaritet edhe TVSH-ja prej 20%, duke krijuar një efekt rritës që nuk aplikohet te fqinjet. Ndërkohë që qeveritë e Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut kanë ndërhyrë me shpejtësi duke përgjysmuar akcizën ose duke ulur TVSH-n në 10% për të amortizuar goditjen e bursave prej krizës në lindjen e mesme, Shqipëria po lëviz me ritme më të ngadalta. Megjithse është njoftuar një ulje akcizës me 20% përmes bordit të transparencës, kjo mas ende nuk ka hyrë plotësisht në fuqi sipas importuesve dhe parashikohet të ketë një efekt minimal prej 8 deri në 10 lekësh për litër. Ky lehtësim konsiderohet i pamjaftueshëm, pasi rritja e fundit prej 45 lekësh e mban çmimin e naftës mbi nivelin kritik të 200 lekëve, duke e lënë konsumatorin sërish të ekspozuar ndaj shtrenjtimit të mëtejshëm në tregjet ndërkombëtare.